sallam, i cili na tregoi imanin, na tregoi Kur'anin, i cili davon të vërtetën nga shtremra deri dita e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju që jeni sot bashkë. Vëllezër besimtarë dhe besimtare, e lutë Zotin që inshallah këtë xuma ta kemi të dobishme të jetë. Përmendëm një ajet i cili bën fjalë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me të cilin Allahu xhël xhelalu i drejtohet dhe i thotë: ty të kemi pajis me morale të lartë. Pa kur themi, apo kur thotë Allahu xhël xhelalu që ka pajis pejgamberin e tij, çdo moral i lartë i atij është pjesë edhe jonë. Do ta përvetësojmë edhe ne. Pra, me të njëjtat morale do të ecim edhe ne. Pse? Sa ai ishte dritë për ne, udhëzues për ne, drejtues për ne, shembull për ne. Allahu xhël xhelalu na thotë në një ajet tjetër të Kuranit që ju në pejgamberin thotë keni shembullin më të mirë për të marrë. Pra moralet e atij, sjellja e atij, adhurimet e atij janë të gjitha pjesë që ti marrim edhe ne. Dhe nëse veprojmë kështu, s'kemi rrugë tjetër vetëm se drejt xhenetit inshallah. Unë ja dy fjalë sot dasha të them për turbin. Turbi është diçka interesante në trupin e njeriu, në zemrën e njeriu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: turpi dhe imani, besimi hecin bashkë. Nuk ndahen. Edhe thotë po ndalen unë i hikë tjetëri. Në thënë janë të pandashëm. Pra edhe besimtarë me imani mirë, po pa turp, në vështirë. Njëri tjetër t'i preshin punë të mëdha nëse hikë e le vetën. Pra besimtari mirë, me iman, pa edhe me turp. Pra është një ndjenjë shumë e fuqishme, shumë e rëndësishme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çdo fe thotë, në çdo besim ka të mira. Edhe e mira e gjithë besimit thotë është turpi. Pra feja thotë që vjen tek një njeri, vjen bashkë me turpin. Edhe turpi është pjesë e saj. Apo e gjithë feja. Është i paka shumë e dini, që të thotë, edhe ndahet në dy lloje. Një turp është mes njerëzve edhe vetes tjetër, dhe një turp tjetër është mes Allahut edhe vetes tjetër. Të dyja janë me rëndësi të madhe. Një herë Zoti mëshiroj thotë, nëse e nis me krye në i gjëra, dhe më thënë e ke dame, mos më turpnon për njerëzve. Ktheje herë kokën drejt qiellit. Turprohu për Allahu xhël xhelalu. Ktheje, shifje, ndaloje. Pra nëse ke menduar që ke njerëzit mos s'po turprohen. Njerëzit në kanë. Po ktheje herë kokën. Tek Allahu xhël xhelalu. Turprohu për melekëve të Zotit. Turprohu. Se këtë janë ndjeni dhe duke të pa që të njësë me kërë i gjëna. Këtë janë duke të pa. Edhe sigur asë një me të pa, vetëm bindu që të shëfë Allahu xhël xhelalu. Se kur thamë që është pjesë e imanit, pjesë e besimit, atëherë duhet me pas kujdes. Mos më zhyt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, njërë fjallet e pakta që ka ngelta në ato të hershme, kur s'ke turp, bëj çka të dush. Dhe më thanë, e keni gjuhë dhe në pohu, le e filonin, i ka plasë cipa ati.
ose fitore ati nuk ka motor, e përdorin, po, drejt e ka. Ama me fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha, nëse s'ke turp, bëj çfarë dush. Ta nuk jenë shaka. Këta të rrezikojnë fe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, të bëdhani imani, ndahat në shumë degë. Pra shumë janë rreth 73 degë që ti konsiderohesh besimtar. E funit atyre, me heqi penges në rrugët që është besimtar.